Shqipëria është në një zonë me aktivitet të lartë sismik për shkak të vendosjes, siç ju e shpjeguat pak më herët, edhe në insertin ton, për shkak të vendosjes së saj gjeografike mbi këto pllaka tektonike që ju shpjeguat. Por brenda Shqipërisë, nëse vim në një njësi më të vogël të këshyrjes së valve dhe energjisë që shërohet nga tërmetet, cilat janë rajonet më të rrezikuara? Rajoni i Shqipërisë mesme, rajoni i Shqipërisë juglindore, jugore, veriore, duke patur parasysh dhe historinë e rënies së tërmeteve në Shqipëri. E qartë. Ne nuk mund të themi që Shqipëria është ndarë në pllaka. Jo në pllaka, në njësi më të vogla mbi bazën e studimeve që janë kryer dhe të dhënave që janë mbledhur. E qartë. Ne mund të themi që territori i Shqipërisë është ndarë në treva tektonike, të cilat kanë karakteristikat e tyre dhe kontakti ndërmjet këtyre treva tektonike është nëpërmjet atyre të shoqëruara thyrje tektonike. Pra, këto thyrje janë zona të dobësuara brenda korrit të tokës dhe më thellë, të cilat kanë atë pragun e qëndrueshmërisë shumë të vogël nga rajoni përreth. Dhe për këtë arsye ato bën burim i çlirimit të energjisë sismike pranë tërmeteve. Dhe në këtë kontekst, zonat më të prekura në territorin e Shqipërisë janë zonat të cilat ndodhen në kontakt ndërmjet pllakave tektonike kryesore. Pra mund të themi zona jonike, Bregdeti, përfshim gjithë trevat tektonike të Bregdetit jonian, është dhe zona tektonike ose sismogenike adriatike, që përfshim pothuajse gjithë linjën e kontaktit ndërmjet pllakës Adriatikut dhe Shqipërisë, por në pjesën adriatike, Bregdeti Adriatik. Pra zonat që ndodhen më pranë Bregdetit në ultësirën perëndimore janë gjithmonë më aktive nga pikpamja e aktivitetit sismik. Janë më aktive. E përkthyer në gjeografi është pikërisht kjo gjë. Ndërsa një zonë tjetër e fuqishme që është studiuar dhe ka aktivitete, zona që i pret tërtor të dy treva, që është fillon nga Vlora drejt Tibrës. Pra kjo është një zonë dhe kjo tërtore aktive, e cila her pas here ka pas tërmetet fort, punon këtu tërmetin 1167 në Dibër, apo tërmetet e Vlorës, të cilat kanë qenë tërmete me pasoja. Këto janë zonat kryesore aktive të territorit të Shqipërisë, që për nga potenciali sismik që ofrojnë, ndërkohë gjithë territori i Shqipërisë, duke qenë se është tepër i frakturuar me një ndërtim heterogjen gjeologjik dhe tektonik, karakterizohet nga një aktivitet i lartë sismik, kryesisht mikroaktivitet sismik. Zona e Korçës është mund konsiderohet një nga zonat aktive, e cila markohet nga një tërmet i fortë i vitit 1160, i cili ka pas magnitudën 6, shkallës së Richter dhe ka bërë dëme konsiderueshme në zonë. Pra, tërmeti i vitit 60 pas ka qenë në magnitud pak më i ulët se tërmeti që na goditi ne në vitin 2019. Po, patjetër. Pak më i ulët. Patjetër, por dhe tërmeti 2019-s karakterizohet dhe themi në atë kolazhin e këtyre tërmeteve nga 6 deri në 6.7 kanë prekur Shqipërinë, por tërmeti më i fortë që le të themi në shkurt 20 ka goditur territorin ose rajonin e Ballkanit dhe ka prekur gjithësisht Shqipërinë, ka qenë dhe mbetet tërmeti i 15 1179, i cili ka pas një magnitudë 6.9 shkallës së Richter.